Të zhvillime po i ndjen nga afër Klesiana Omeri me informacionin e fundit tani që diskutohet edhe shtyrja e mundshme e kësaj mbledhjeje të Këshillit për Rregullorën dhe Mandatet. Klesiana, të përshëndes, sa gjasa ka që të shtyhet për më vonë sot ose një ditë tjetër kjo mbledhje? Me shumë mundësi mbledhja do të shtyhet, duke qenë se të gjitha palët kanë rënë dakord për të marrë kohë deputetët për të njohur me materialin, po ashtu edhe avokati i zonjës Balluku ka kërkuar më shumë kohë dhe po ashtu të vendoset në dispozicion gjithë materiali që ka SPAK me prova për sa i përket akuzave që rëndojnë mbi zonjën Balluku dhe po ashtu edhe prokurorët kanë rënë dakord. Momentalisht është duke u diskutuar se kur do duhet të zhvillohet mbledhja e radhës, palët po japin propozimet e tyre, kështu që jemi në pritje të një vendimarrje se kur do të zhvillohet mbledhja e radhës e Këshillit të Mandateve që do të shqyrtojë kërkesën e SPAK për të hequr imunitetin e deputetit Belinda Ballukut. Ka patur diskutime për sa i përket USB-s me prova. Diskutime deri më tani kanë qenë për faktin nëse USB duhet të vendoset në dispozicion të deputetëve dhe pas përfundimit të mbledhjes, pasi fillimisht u diskutua mbi një skenar të mundshëm që të njiheshin vetëm në momentin që do të zhvillohej mbledhja me provat që ka SPAK, por Partia Demokratike kërkon që t'i marrë të ketë në dispozicion këto materiale dhe prokurorët e SPAK kanë rënë dakord. Nga ana e tyre nuk ka patur asnjë pengesë që të gjitha materialet e dorëzuara në institucionin e Kuvendit të Shqipërisë të vendosen në dispozicion të deputetëve, por gjithmonë duke ruajtur konfidencialitetin dhe po ashtu duke respektuar faktin që janë sekret hetimor, ndërsa nga ana tjetër Partia Socialiste nuk është dakord me këtë qëndrim. Sipas tyre, deputetët duhet të njihen vetëm përgjatë mbledhjes të Këshillit të Mandateve, por jo ta marrin me vete USB-n apo edhe relacionin me provat e tjera. Këto kanë qenë diskutimet kryesore mbi të cilat është zhvilluar kjo mbledhje deri më tani. Nuk ka patur asnjë prezantim të provave, dokumenteve që ka SPAK mbi cilën mbështet kërkesën për heqjen e imunitetit të zonjës Balluku. Kryesisht diskutimet kanë qenë proceduriale në rast se për të trajtuar në fakt edhe informacionin që SPAK ka vendosur në dispozicion të Kuvendit të Shqipërisë dhe se si duhet të aksesohet nga deputetët. Duke qenë se Partia Demokratike që nga nisja e mbledhjes ka këmbgulur që të vendoset në dispozicion i gjithë materiali, duke përfshirë edhe USB-n që ka dorëzuar SPAK në Kuvendin e Shqipërisë. Kështu që tashmë jemi në fazën e pritjes për një vendimarrje, duke qenë se parimisht palët kanë rënë dakord për ta shtyrë mbledhjen. Për ta shtyrë më vonë sot apo një ditë tjetër, Klesiana, cilat janë mundësitë? Është e vështirë ende për ta thënë, por duke marrë në konsiderat faktin që si deputetët e Partisë Demokratike, ashtu edhe avokati i zonjës Balluku kanë kërkuar më shumë kohë për shkak edhe të volumit që kanë këto materiale, me gjas do të mbetet për një ditë tjetër, por nuk përjashtohet asnjë mundësi, është ende herët për të dalë në konkluzione, pasi mbledhja është duke u zhvilluar me dyert të mbyllura dhe nga momenti në moment mund të ndryshojnë qëndrimet e palëve në raport me këtë kërkesë. Kështu që do të presim deri në përfundimin e mbledhjes për të parë dhe për të mësuar se kur do të jetë mbledhja e radhës e Këshillit të Mandateve, në rast se do të përfundojë ka një vullnet për ta shqyrtuar të gjithë procesin dhe për të përfunduar brenda aktiviteti, apo do të presim sezonin e ri parlamentar. E qartë. Faleminderit.